guys, sot ju përshëndesim nga zemra e Londrës. Për sot do bëjmë hapjen Scandinavian Defense. Fillojmë. Ne ecim me ushtar në E4. Ai ikën me ushtarin tjetër në D5. Ne tani do t'ja marrim atë ushtarin dhe ai na I merr me mbretëresh. Tani ne ikim me kal në C3 dhe sulmojmë mbretëreshën. Lëvizja më e mirë është që t'i mbrapa në vendin e saj. Tani ne nxjerrim oficerin në C4. Tani ai nxjerr në kalin në F6. Dhe ne nxjerrim kalin tani në F3. Po tani ai do bëj një lëvizje të mirë dhe do na I bllokoj kalin nga mbretëresha. Nëse lëvizim në kalin, ai na I merr mbretëreshën. Po ne këtu do bëjmë një brilliant move. Do ikim me kal në E5. Dhe ai është patjetër që do na I marrë mbretëreshën. Dhe ne tani e kapim atë në një lëvizje. Me oficer në F7. Kaq kishim për sot, shihemi herës tjetër, like dhe subscribe.